Mirë se erdhët. Sot do t'i futemi njërës prej pyetjeve më të nxehta në botën e makinave elektrike. Është një pyetje që le ta pranojmë prek xhepin dhe paqen mendore të çdo pronari. Apo e shkatrojmë vërtet baterinë e makinës sonë me karikim të shpejtë? Hajde ta zbulojmë. Le ta themi troç, pa u fshehur pas gishtit. Frika nuk është thjesht për një degradim të vogël me kalimin e kohës. Pyetja e vërtetë, ajo që i mban njerëzit zgjuar natën, është apo i bëjmë dëm aktiv komponentit më të shtrenjtë të makinës sa herë që e lidhim me një karikues të shpejtë? Ky citat dramatik e kap në mënyrë perfekte këtë ankth. Ideja që çdo karikim i shpejtë është si një tik-tak i fshehur që afron fundin e jetës së baterisë. E po, pikërisht këtë frikë do ta analizojmë sot, jo me opinione, por me fakte dhe të dhëna konkrete. Dhe ja ku qëndron thelbi i problemit. Gjatë udhëtimeve të gjata, karikimi i shpejtë DC nuk është një luks, por një domosdoshmëri absolute. Por nga ana tjetër, gjithë këto histori na bëjnë të mendojmë se po bëjmë një pakt me djallin, marrim shpejtësi sot, por e paguajmë një bateri të vdekur nesër. Sa e vërtet është kjo? Mirë, tani le të bëhemi pak teknik. Për të kuptuar nëse frika ka bazë, duhet zbulojmë se çfarë ndodh në nivelin mikroskopik brenda asaj kutie të zezë, pra baterisë, kur japim gjithat fuqi. Sepse shkenca këtu është çelësi i gjithçkaje. Pra armiku numër 1 ka një emër, veshja me litium. Imagjinojeni kështu, gjatë një karikimi normal, ionet e litiumit lëvizin qet dhe gjejnë vendin e tyre brenda anodës. Por kur i bombardojmë me energji me shpejtësi të lartë, ato lëvizin aq shpejt sa nuk e gjejnë dot vendin dhe fillojnë të grumbullohen në sipërfaqe. Dhe ky grumbullim ai shkakton probleme serioze. Dhe kjo analogji e vendit parkimit është thjesht fantastike për ta kuptuar. Paramendoni anodën si një parkim. Me karikim të ngadalt, makinat, pra ionet, hyjnë një nga një dhe parkojnë siç duhet. Por me karikim të shpejt, është si të hapësh dyert në një ofertë Black Friday. Një turmë makinash vërshon brenda, nuk ka kohë për të parkuar dhe ato bllokojnë hyrjen. Ky bllokim është veshja me litium dhe ai zvogëlon kapacitetin e parkingut përgjithmonë. Dhe nuk mbaron me kaq. Ekziston edhe një problem tjetër i madh, nxehtësia. Të shtysh gjithatë energji në bateri kaq shpejt krijon një sasi të madhe nxehtësie dhe bateritë, ashtu si ne, nuk e durojnë dot nxehtësinë e tepërt. Ajo përshpejton plakjen e tyre duke i bërë të konsumohen para kohe. Mirë. Pra, shkenca tingëllon pak e frikshme apo jo? Por a përkthehet kjo teori në praktik? Le të lëm laboratorin dhe të dalim në rrugë, të shohim të dhënat nga bota reale, sepse këtu historia ndryshon komplet. Ky është studimi i famshëm i laboratorit kombëtar të IDAOS, ai që shpesh përdoret për të ushqyer frikën, dhe në pamje të parë duket se e konfirmon atë. Pas 50.000 miljesh, makinat e karikuara vetëm me karikim të shpejt kishin pak më shumë degradim, 27.4% humbje, krahasuar me 24.4%. Pra, ka një ndryshim, por a është katastrofik? Pritni, sepse konteksti këtu është gjithçka. Dhe ja ku fshihet thelbi i çështjes. Ky test u bë me një makinë të gjeneratës së vjetër, një Nissan Leaf i vitit 2012. Këto makina kishin teknologji primitive për menaxhimin e baterisë. Ato ftoheshin thjesht me ajër. Imagjinoni të vraponi një maraton në mes të shkretirës së Arizonos pa pirë ujë. E po, kështu ndihej ajo bateri. Ky është skenari më i keq i mundshëm. Tani, hidhemi në kohët moderne. Një studim nga Recurrent Auto analizoi mbi 12.500 makina Tesla. Dhe rezultati? Shihni pak këtë. Praktikisht, asnjë dallim. Makinat që karikoheshin shpejt në më shumë se 90% të rasteve kishin pothuese të njëjtin shëndet baterie si ato që e bënin këtë shumë rrallë. Ky është një ndryshim drastik nga të dhënat e vjetra. Dhe për t'i vënë vulën kësaj, një studim masiv nga Geotab tregoi se mesatarisht bateritë e makinave elektrike humbasin vetëm 2.3% të kapacitetit të tyre në vit. Kjo shifër përfshin makina që bëjnë mijëra kilometra dhe karikohen shpejt rregullisht. Pra, nuk po flasim më për një bombë me sahat, por për një degradim shumë të ngadalt dhe të parashikueshëm. Atëherë, lind pyetja, pse ky ndryshim kaq i madh midis të dhërave të vjetra dhe atyre të reja? Përgjigja qëndron te teknologjia. Makinat moderne nuk janë thjesht marrëse pasive të energjisë. Ato janë sisteme inteligjente që mbrojnë në mënyrë aktive komponentin e tyre më të çmuar. Le ta shohim këtë krahasim të drejtë për drejtë. Makinat e vjetra, si ai Leaf i studimit, ishin si atlet amator, pa trajner dhe pa pajisje mbrojtëse. Kurse makinat moderne, ato kanë sisteme të sofistikuara ftoje me lëng dhe një truri elektronik të quajtur sistemi i menaxhimit të baterisë
ose shkurt BMS. Ky sistem është si mjeku dhe trajneri personal i baterisë që e monitoron atë 24/7. Dhe ja si funksionon kjo mbrojtje në praktik. E pana, nëse përdorni navigacionin e makinës për të gjetur një karikues, makina do ta përgatisë baterinë duke e ftohur ose ngrohur përpara se të arrini. Fantastike! Gjatë karikimit, sistemi i ftohjes punon pa ndalur, si një elek me akull për një maratonist. Dhe së fundmi, e keni vënë re që shpejtësia bie ndjeshëm pas 80%, ky nuk është defekt. Ky është sistemi inteligjent i makinës që thotë, "Okej, mjaft me vrull, tani duhet të jemi më të kujdesshëm." Mirë, pra kuptuam që teknologjia moderne bën pjesën më të madhe të punës. Por a do të thotë kjo se mund të karikojmë shpejt pa u menduar fare? Jo, tamam. Ka ende disa praktika të mira që mund të na ndihmojnë ta mbajmë baterinë në formë për një kohë sa më të gjatë. Këto janë disa rregulla të arta. Rregulli 20-80 për përdorim të përditshëm është thelbësor. E mban baterinë pa stres. Mendojeni karikimin e shpejtë si një mjet për udhëtime, jo si rutinë ditore. Karikimi ngadaltë në shtëpi gjatë natës është gjithmonë zgjidhja më e mirë. Dhe mbi të gjitha, lëreni makinën të bëjë punën e saj, sidomos kur bëhet fjalë për temperaturën. Në fundit, gjithçka përmblidhet këtu. Mendojeni si një dietë të ekuilibruar. Pjesa më e madhe e ushqimit të baterisë duhet të vijë nga karikimi i ngadaltë dhe i rregull në shtëpi. Karikimi i shpejtë është si pija energjike para një gare të gjatë, shumë i dobishëm kur duhet, por jo diçka për ta konsumuar çdo ditë. Dhe kjo na sjellte një pyetje përfundimtare për të reflektuar. Ndoshta debati i vjetër sa shpejt po humbet rëndësinë. Me teknologjinë moderne që menaxhon rreziqet, ndoshta faktori më i rëndësishëm nuk është më shpejtësia, por mençuria, pra si karikojmë duke respektuar kufit 20-80% dhe duke lënë makinën të kujdeset për temperaturën e saj. Faleminderit që ndoqët këtë analizë të thelluar.